Kam lënë shumë punë brapa, kam lënë shumë angazhime, kam lënë për shembull dalje të jashtë shtetit, tani në për promovime kështu, që kur kanë lindur Unë s'kam për t'i lënë. Jo, unë do t'i lënë. Do t'i lësh ku ta provosh. Vali atë punë ka bërë ekselencë dhe vazhdon ta bëjë akoma. Çdo vendet e Valit janë me famë. Jo, çdo njeri do të jetë në qelizën e vet, në atë qelizën e vet që është familja e vet. Dhe çdo gjë ka mas, dhe dashuria ka mas, edhe ajo që bëri gjyshja në Durrës, ishte shumë e Si ti bëjmë gjyshet me frena dore tani, si ti bëjmë gjyshet me frena dore. Si frenonin qik thuaj kamerës. Po patjetër, unë kam një mesazh për atë gjyshen, jo se bëri ndonjë gjë të keqe që e kallëzoj, sepse unë po të isha komshia, më supozoni komshinë e këtyre fëmijëve që ishin në Durrës, për shembull, për rastin e Durrësit, nuk e din nëse e keni cekur. E cekëm pak. Okej. Unë nuk do heshtja, pra, nëse gjyshja nuk kallëzon, dënohet penalisht për mos kallëzim. Po nuk e gjeti mënyra po, sepse unë tani që u vonova, kisha një bisedë me qendrën e mbrojtjes së fëmijëve. Më përgjigj një vajzë shumë e mirë, është ai numri me shumë nisha. 116 3 nisha, nish. I bëra një test dhe më falni prandaj ishte edhe shkaku vonesës, dhe fola me atë vajzën, megjithëse s'doja t'ia bllokoja linjën se mund të marrin një emergjencë për shembull. Më bëri përshtypje që ajo ishte 24 orë në punë, një vajzë shumë e sjellshme, Ana quhej, e përshëndes, dhe më shpjegoi të gjithë procedurën. Tha, edhe një komshi, edhe një person që shikon që fëmija vuan, për shembull, ti dëgjon të dera tjetër që fëmijët po vuajnë. Fëmijët kur hapet ajo derë, ti ndjen një puc ajri ose një vulgajri. A e njeh? Po, më kupton se tani s'dua ta shoh. Megjithëse ai pallat kishte 2 ditë pa ujë, siç më shpjegoi. Dhe në moment që pallatet nuk kanë ujë nga ato përmbytjet ose problemet, detyrimisht që higjiena do bjerë, sepse banjat nuk lahen. Tashi, kur mori erë gjitha i Green Coast në verë, pa ujë, imagjino një pallat në Durrës, një pallat shumë modest. Megjithatë, gjyshja, nuk e di, ishte kamera e gjyshes, a ishte kamera e komshisë, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që duhet të merrej qendra e këshillimit në fillim ky numri emergjencës, një shërbim social që punon për Bashkinë e Tiranës. Ne të gjitha gjykimet i kemi mbi çka kemi lexuar. Ne dim vetëm një version. Ne kemi vetëm kamerën. Ne nuk as u pyet dikush më para, as më mbrapa. Fëmijët kishin një muaj pa shkuar në shkollë, siç thonë. Tani 2 javë kanë qenë pushimet e vitit të ri. Tani mos ta çojmë në depresion këtë nënën. Se këto gjyshet i mbarojnë hallet. Jo, nëna s'është i vuri një kush faj nënës këtu më. Problemi është se ja shikoj. E mallkuan e vdiqën ja 300 euro. Komentimi ishte shumë mizogjenike. Komentuesit më të tmerrshëm bëra një slide shumë shpejt dhe vëre që më dolën 2-3 veta të një orë. Ishin pikërisht gratë e divorcuara që duhet ishin në këpucët e asaj gruas, që mezi përballon jetën është në betejë, dhe unë bëra një pyetje, më fal, kjo gruaja është alkoliste? Jo. A është ndonjë punonte, nuk ishte parazite, thash, mos merret me prostitucion, domethënë, përjashtova gjithë gjërat e këqija që mund të ketë një veset, dhe thash, kjo mezi po përballon ka jetën, po çaka. Megjithatë, kujdesi dhe për kujdesja për familjen dhe për higjienën e familjes duhet ishte e njëjtë me mirëmbajtjen e thonjve të saj. Këtë unë nuk ja fal. Neglizhenca në higienë.